Apo duke na unë ty që nuk e kuptoj që I kemi 57 numra. Qytetari I Kosovës, gjykata kushtetuese ka thonë, qytetari I Kosovës, populli I ka dhënë të drejtë lëvizjes vetëvendosje që ta ketë kryetarin e kuvendit. Është e papranueshme që partitë opozitare thonë që këtë drejtë që u ka dhënë qytetari, edhe interpretimi I gjykatës kushtetuese na lejoni neve që ne ta kemi të drejtën që ta zgjedhim se kush duhet të jetë kryetari I kuvendit. Mendoj që ky është boshti I problemit edhe rrugëzgjidhja që duhet më dalë. Në rast se kryetari I kuvendit këtë drejt I ka delegu qytetari, populli I Kosovës, edhe njëkohësisht ka dhe interpretim të gjykatës kushtetuese se I takon grupit më të madh parlamentar, nuk I takon partive tjera me thonë na jepni këtë drejt që ka dhënë juve qytetari, edhe interpretimi ose gjykimi gjykatës kushtetuese që ta përcaktojmë ne. Çështja e dytë, Kuvendi I Kosovës nuk I takon vetëm edhe shumicës, në këtë rast partisë ose koalicionit që ka dalë fitues dhe I pari në zgjedhje, se ndryshe me këtë logjik atë do duhet me qenë gjithë nën kryetarët. E përderisa nën kryetarët I takojnë edhe partive të tjera, ta zom këtë rast flas për PDK-n edhe LDK-n për shkak se AOK-ja prononcohet është parti parlamentare, po s'ka drejt as me kandidu për nën kryetarët e kuvendit. Edhe është e rëndësishme çështja tjetër që ta theksojmë edhe një herë se janë nën deputet të komuniteteve jo shumicë nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, që po I thonë për krahje këtij vullneti qytetar që e ka përcaktuar me datën 9 shkurt. Do thotë 2 bosnjak, 2 egjiptian, 2 turq, edhe 1 ashkali, 1 rom dhe 1 serb, 9 nga të gjitha komunitetet jo shumicë, 1 edhe nga komunitetet do thotë serb, në vazhdimsi dhonë për kraje dhe votën e tyre në formim dhe në funksion të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Besoj që e njëjta çështje ose e njëjta logjik duhet ndjeket edhe nga partitë tjera opozitare shqiptare, për shkak se kjo do t'i hapte rrugë të mundësisë së konstituimit të Kuvendit edhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese që Kosova të ketë kuvend edhe të ketë qeveri. Po dëgjoj, edhe numrat gjithë ne po I shohim, edhe ne I dim. Apo duke na unë ty që nuk e kuptoj që I kemi 57 numra. Do thotë për çështje që dihet kuptimin, unë ne e kuptojmë shumë mirë. Po kthena prapë te konstatimi bazik ku unë e shoh rrugëzgjidhjen e këtij problemi. Qytetari I Kosovës, gjykata kushtetuese ka thonë që grupi më I madh parlamentar I takon kryetari I kuvendit. Nuk mundet këtë drejt që ja ka dhënë qytetari edhe akt gjykimi gjykatës kushtetuese me e marr këtë drejt për brenda partitë opozitare, për shkak se është e padrejtë, nuk është qendrëmjësisme. Po do thotë votat nuk kanë qenë ja 2-3 herë edhe për çështjen e verifikimit mandateve, mendoj se njëta logjik debllokuese duhet mund ndjek nga partitë opozitare, mandej futemi në temat e tjera.